Mirë se erdhët në Letra të Rrëfenj, jam Diana, do bëj leximin e Demit për javën që po vjen. Dhe me 9 letra kam ndarë në rendin e parë ekonomi financa, rendi i dytë është dashuri dhe rendi i tretë është e ardhmja, po rezultati i gjithë këtyre. Dashu Demi më njerë si hapa letrat, e shkoj që nuk është thjesht situatë, është përballje me veten, me varësi, me iluzione dhe me vendime që nuk mund të shtyhen më. Të fillojmë me 7 të shkopive që është për ekonomi dhe financa, pastaj është djalli dhe është 10 të monedhës. 7 të shkopive të dashur Demër është një gjendje kutie në mbrojtje. Nuk je rehat financiarisht, je duke luftuar për të mbajtur pozicionin që ke presion. Mund të jetë pagesa, përgjegjësi, njerëz që kërkojnë prej teje. Ndihesh sikur duhet të justifikosh veten ose të mbrosh atë që ke ndërtuar apo që ke ndërmarrë. Kjo letër nuk është të rim të qetë. Është po mundohem të mos bie. Djalli këtu hyn në thelbi problematik apo i problemit. Kjo nuk është thjesht çështje parash, është lidhje me diçka që të mban të bllokuar. Çfarë mund të jetë? Mund të jetë një punë që nuk e duron, por nuk e lë dot. Në një mënyrë jetese që të konsumon shpenzime, borxhe, varësi, ose një person, situatë që të kontrollon financiarisht. Kjo letër është pak brutale, të thosha. Ti e di që nuk është mirë për ty, por prapë rri aty apo në atë gjendje, që mund të jenë dhe në mendime negative, që mos të harroj ta cek dhe këtë. Dhe 10 të monedhës. Ironia është këtu potenciali për stabilitet të madh, jo që ekziston, por është real. Kjo është letra e pasurisë, familjes, sigurisë, avaxhate, gjitha këto. Por kjo nuk vjen vetë, Demi. Vjen vetëm nëse shkëputesh nga ky djall këtu. Tani të gjithë e dim për veten tonë ku qalojmë, ku bëjmë gabime, mos themi që jo, nuk. Atëherë se një vetëm, ta them kështu. Në atë që po kam tu diçka të heq, në atë që po që bëjmë, veprojmë, e di mirë çfarë duhet të rregulluar. Pra, po lufton për të mbajtur situatën, je i lidhur apo e lidhur me diçka që të mban poshtë, por nëse e thyen atë lidhje, nëse largohesh nga kjo gjë, çfarëdo që të jetë, që të mban peng, ka potencial real për stabilitet të madh. Nuk është problemi që nuk ke mundësi, Demi. Problemi është që e lidhur me diçka që po të merr, harxhon, konsumon energjinë dhe paranë. Nëse nuk e pret atë, nuk ndryshon asgjë. Rendi i dytë është kemi 7 të kupës, The Fool, letra 0, ndryshe, dhe 3 të monedhës, në dashuri. 7 të kupës është konfuzion total. Ka shumë mendime, shumë skenar, shumë, po sikur kjo, sikur ajo, çfarë nëse, këto lloj gjërash. Nuk je e sigurt për këtë lidhje, që mund të jetë një nga shumë, ose ke më shumë se një opsion, ose po idealizon diçka që nuk është reale. Kjo është letër e iluzioneve, pra. Letra 0, si që quaj unë, se ka 0-shin të parën, The Fool quhet ndryshe, këtu vjen një fillim i ri, por pa plan. Është energji spontane. Po e provoj, nuk po mendoj shumë. Kjo mund të jetë e bukur, por edhe e rrezikshme, Deni, sepse nuk ka një bazë. 3 të monedhës
Kjo le të sjell në tokë, ta them ashtu, situatën nga ajri, iluzionet në tokë. Dashuria këtu bëhet praktike, bashkëpunim, përpjekje, ndërtim. Do thot, sado që e konfuz, bën një hap pa menduar, dhe pastaj kupton që një lidhje funksionon vetëm nëse punohet për të. Tani, kur them nëse punohet, shumë gjëra mund të mirën aty. Nuk do thot pa tjetër të investosh në atë lidhje kur je konfuze, apo kur si e qartë, apo si ke gjëra të qarta. Punohet është dhe të largohesh. Nëse punon për atë. Dashuria nuk është vetëm ndjenjë të dashur demër. Nëse nuk ka bashkëpunim, respekt dhe përpjekje nga të dy, nuk mban, nuk zgjat. Mos u fut në diçka vetëm sepse ndihesh mirë për momentin, apo të bën të harrosh diçka tjetër. Rendi i tretë është hëna, pastaj është ylli dhe pastaj është faqe e shkupive. Hëna është një fazë shumë e paqartë, kemi goxha paqartësi, rivalitete këtu, konfuzion dhe prap paqartësi. Demi je në një, ta them, në një lëmsh që sikur gjitha po i bën nga që kësaj radhe sikur po punon kundër vetes tate. Vetë sabotim do ta quaja. Kjo është një fazë shumë e paqartë, frikra, dyshime, ndjenjë që nuk i kontrollon dot. Nuk e di kujt të besosh, ndihesh e humbur emocionalisht, gjërat nuk janë si duken. Kjo është letra e konfuzionit emocional. Ylli. Pas kësaj errësirë, më në fund demër vjen qartësia. Kjo shpresë, shërim dhe qetësi. Por vjen pasi kalon përmes dhe hënës, pastaj gjërave. Kjo vjen pas gjitha këtyre përjetimeve. Që hëna nuk mund të shmangësh dot. Do thot siguri, në fakt një lloj shprese, një lloj besimi për një të ardhme më të mirë. Dhe faqja e shkupive këtu fillon një energji e re, dëshirë për të provuar diçka të re, një fillim i ri, me shumë entuziazëm, një hap përpara, për më i vetëdijshëm se më parë. Siç thash, keni bërë lëmsh duke filluar të seleksionuar gjërat dal nga dal për të arritur t'i keni këmbët në tokë. Dhe të mos idealizoni, dhe të mos i shikoni gjërat ashtu siç dëshironi, por ashtu siç është. Kalojnë, pra, më të vetëdijshëm sa më parë, kalojnë në për një periudhë të paqartë gjithë këto që do përjetoni, dhe të rëndë të thosha. Fillon të shërohesh dhe në fund merr guximin të nisësh diçka të re. Dashur demër, mos merr vendime kur je në konfuzion. Prit derisa të qartësohesh dhe të shohësh gjërat qartë ashtu siç janë. Vetëm atëherë mund të fillosh diçka të re. Pra, demi nuk je bllokuar rastësisht. Je duke mbajtur vetë diçka që duhet ta lësh. Ky lexim në fakt është shumë i drejtë në financa, lidhjet që të mbajnë poshtë, në dashuri, konfuzion, hapa impulsiv, në të ardhme errësirë dhe pastaj qartësi dhe në fund fillim i ri. Atë lëmshin që e keni krijuar, duhet të filloni që tani t'i zgjidhni dhe të largoni dhe mbani ato që ju duhen dhe ato që absolutisht nuk ju duhen për të ecur përpara.